Pas shkënjimit që pësoj në politikë dhe nga miqtë e tij, që i kthyen kurrizit në ditët e tij më të vështira, Samir Tahiri është distancuar plotësisht nga politika dhe tashmë po shikon nga ekrani se si vepron karma mbi miqtë e tij socialistë, të cilët po kalojnë nën të njëjtin kalvar që ka kaluar edhe ai. Edhe pse ka qenë në Parti Socialiste, ai ka ditur të shtrijë dorën e ndihmës edhe demokratëve të atyre viteve, një prej të cilëve ka qenë edhe Grida Duma. Por edhe pse kanë qenë në kraje të ndryshme politike, në media flitet për momentet e vështira për Gridën, kur Samiri i ka hapur derën dhe i ka zgjatur dorën e ndihmës në momentin më të vështirë për të. Teksa po hetoi eliminimi i një biznesmeni, në polici u raportua se një nga telefonatat e fundit që kishte bërë ky biznesmen ishte me Gridën. Në atë kohë, Tahiri ishte ministër i brendshëm. Kërkesa ishte që Grida të mos merrej në pyetje zyrtarisht, dhe kështu u bë. Tahiri premtoi Gridës dhe mbajti. Emri i Gridës nuk u përmend askund. Vetëm pak kohë më pas, kur Grida ishte ftuar në një emision si përfaqësuese e Partisë Demokratike, foli për punën e dobët të Ministrisë së Brendshme. Në atë kohë, Samir Tahiri hyri live në emision me anë të një telefonate ku tha: "E di shumë mirë Grida Duma se si e kam për detyrën unë. Nëse Grida ka një përgjigje për çdo gjë, kjo deklaratë e Tahirit e la pa koment, dhe ajo nuk foli asnjë fjalë pas mesazhit të qartë që i dërgoi Tahiri në studio. Në mënyrë indirekte, ai lëshoi mesazhin e koduar duke thënë: "Unë i kam mbyllur syt në çështjen tënde dhe të ndihmova, nuk mund të baltosësh tani ministrinë që unë drejtoj." Por kohët kanë kaluar, tashmë që nuk janë më pjesë e politikës, Duma dhe Tahiri kanë një marrëdhënie miqësore, sepse nuk i përkasin më forcave politike kundërshtare.